Udhëheqësi i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, njoftoi të hënën vonë se ishte në Moskë. Bëhet fjalë për kreun e pjesës së dominuar nga serbët e Republika Srpska dhe aleatin e Kremlinit. Kujtojmë se prokurorët bosnjak lëshuan një urdhër ndërkombëtar për arrestimin e Dodik, duke thënë se ai kërkohej për t'u marrë në pyetje mbi veprimet separatiste të kryera në Republika Srpska. Pas kësaj, një urdhër arresti kombëtar u lëshua më 18 mars. Kam mbërritur në Moskë, ka shkruar Dodik në platformën X. Dodik 66 vjeç ka kërcënuar disa herë se do të shkëpusë Republika Srpska nga Bosnja dhe ka ndaluar zyrtarët qendror të policisë dhe gjyqësorit të punojnë atje, një urdhër që u pezullua nga gjykata kushtetuese. Tensionet janë rritur që kur një gjykatë bosnjake në shkurt të shpallej Dodikun fajtor për refuzimin e ndjekjes së vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar që mbikëqyr marrëveshjet e paqes bosnjake. Ai u dënua me një vit burg dhe u ndalua nga mbajtja e posteve publike për 6 vjet. Pavarësisht urdhrave, Dodik ka vizituar Serbinë dhe Izraelin. Për të mësuar më shumë rreth lëvizjeve të fundit të Dodik, lexojeni telegrafi.com.